suksesin tënd më të madh deri më tani? Kë konsideron? Partnerin. Di, ke bërë film me partneren? Më pëlqen shumë raporti që Matiasi ka me partneren e tij. Dhe realisht janë një çift shumë i bukur, kështu që komplimente. Vuan e shketa. Kam 12 vjet që i them ke probleme me syt, që kum ka parë për të parë. I kam thënë që ke probleme mendore që rri me mua. Po, nga ana tjetër është me raki. Reja ka 12 vjet që pi raki. Jo, them partnerja sepse nuk është thjesht partnere jete, nuk është thjesht shoqe e ngushtë, por njëkohësisht edhe partnere biznesi. Që kemi studion bashkë, kemi shtëpinë bashkë, kemi jetën bashkë dhe normalisht çdo vendim që marrim, si të mirë, si të keq, si në të mirën tonë, si në të keqen tonë, e marrim bashkë. Dhe nuk është thjesht detyrimisht shkojnë dhe te studio pasaj. Hapi tjetër pasaj që do thoja, një nga arritjet më të mëdha është që i kam treguar prindve që gjithmonë i tyre nuk shkoj kot me rritjen apo anën e bagazhit profesional që më dhuron. Po dyja janë. Pastaj vijojmë pastaj te shokët e gjëra. Por që këto janë ndonjë arritje po themi artistike, tash. Arritja artistike. Kë konsideron ti? Arritja artistike përveç hapit të parë që bëm tek spotet komerciale këtë vit, që pati një boom shumë të madh studio, ndryshe nga çdo vit tjetër të jetës tonë. Që shkuam drejt spoteve komerciale që u prezantuam të tillë, duke qenë se kishim dokumentarët e këto dhe normalisht pjesa dokumentarëve me tema të dhunës kundër femrave, shëndetit mendor, gjitha këto që kemi bërë sepse e dim që është punë, që do thotë do paguhemi, por njëkohësisht po bëjmë dhe diçka që lejmë shenjë paktën, por këdo që dhe shërben, se duhet flitet më shumë. Dhe një gjë që shqyr që ja dola që të jem diku që mund ta flas, thonë që këtë muaj është shëndeti mendor i burrave, ndërkohë që duhet të jetë shëndeti mendor çdo muaj, duhet të jetë muaj për shëndetin mendor. Muaj për shëndetin mendor çdo njeriu. Për arsyeën e vetme se të gjithë po vuajmë njësoj, nuk ka meshkuj apo femra, nuk ka këtu nuk ka ndarje gjinore. Nuk ka ndarje gjinore, fetare, kombëtare, etnike, çfarë do të shtimere. Shëndeti mendor është në rrezik për të gjithë. Dhe njëkohësisht është lufta midis njeriu të mirë dhe njeriu të keq, nuk është etiketa ajo që na duke e vlerësuar padyshim këtë iniciativën tënde edhe përpjekjen tënde për të sensibilizuar. Unë do të pyesja, a nisësh ka ndonjë histori personale për këtë që ke këtë nxitje? Se kjo më bën kurioz vërtet. Është disa herë që e përmend. Unë kam përmendur pjesën e shtetit mendor, kam bërë derisa ti mërzitem njerëzve, derisa të më thonë të lutem boll. Derisa të mbyllin radion, mos ta dëgjojnë më. Sa e kanë thënë? Deri tash unë vazhdoj ta përmend. Klemi i pari. Janë përballur me kështu problemesh me gjasas. Janë përballur, por shpesh herë e ndjejnë dhe i kuptoj shumë mirë. E ndjejnë sikur po i ngarkoj dhe unë me një barr tjetër, ndërkohë që unë po mundohem, realisht po mundohem që të mos shkojnë te ajo gjëja që ne përjetojmë. Para 5 vjetësh partnerja dislokoi këmbën, menisku ju dobësua, muskuli ju dobësua dhe menisku i ra fare. Dhe më vonë, 2 vjet më vonë, nga një lëvizje gabuar në ecje sipër, kputi ligamentin, 6 muaj në 2023 netëm në izolim shtëpi sepse nuk lëvizte dot as nga krevati, jo më. Dhe normalisht na ndryshoi gjë tjetër, 2 njerëz aktiv me punë aktive, me jetë aktive, me shoqërinë e gjitha familjet. Dhe miqtë detyruan të rrinin në shtëpi me ne ngujuar. Dhe ajo ka qenë një periudhë e vështirë. Pavarësisht se kisha momentin ku shoqëria dhe familja ishte më afër nesh, se na vishin në shtëpi, ne jemi ndje më vetëm dhe sikur ishim më bashkë, sikur ishim më çift, sikur ishim më njerëz si fillim. Dolëm nga situata, ndryshuam monotonin, filluam të flisnim më shumë dhe kjo është ja them gjithë meshkujve dhe atyre që janë pak më të fortë se tjerët, që nuk është turp të shpresh, nuk është turp qash, nuk është turp të thuash atë që mendon, dhe nëse ti thua që unë kam bërë këtë, po mua më kanë tallur, atëherë ke zgjedh njerëzit të gabuar të rish. Ndro njerëzit. Dhe ka njerëz aty jashtë janë si ne, plas secilit mund të përshtatet një shoqëri, thjesht duhet ta gjejmë. Është e vështirë për të gjetur patjetër. Po. Okej. Kjo është ajo eksperjenca personale.